Ylber Ramadani është duke bërë një sezon mjaft të mirë në kampionatin italian me skuadrën e Lecces, mesfushori kombëtares është kthyer në titullar të padiskutueshëm të skuadrës e tij, teksa në Itali e vlerësojnë maksimalisht edhe për kilometrat që bën në ndeshjet e zhvilluara. Në takimin ndaj Udinezes, Ramadani ka vrapuar për më shumë se 11 kilometra dhe ka aktualisht një mesatare që arrin në 10 kilometra për ndeshje. Në skuadrën e Lecces askush nuk I ka këto parametra deri në këtë pikë të kampionatit, ndërkohë që edhe në Serie A italiane janë të paktë futbollistët që kanë vrapuar më shumë se mesfushori I kombëtares shqiptare. Ramadani po luan në Serie A me Lecce në sezonin e tij të tretë dhe deri më tani ka qenë ndër lojtarët më të dalluar. Së bashku me të në mesfush, vendin e titularit e ka fituar edhe mesfushori tjetër shqiptar, Medon Berisha, që edhe realizoi në sfidën ndaj Udinezes, aty ku Ramadani vrapoi plot 11 kilometra.